Pas shumë vitesh pune në emigracion, Bujar Koçibelli, një bur i thjesht por i palodhur nga fshati Qatromi Korçës, vendosi t'i rikthej vendlindjes. Megjithse kishte hyrë në moshën e pensionit, ai nuk e zgjodhi pushimin, por punën e tokës dhe nisi të mbjellë përsëri tokën e tij. Kultura të ndryshme si fasulet, patatja dhe perimet sezonale janë sot pjesë e përditshmërisë së tij. Kemi mbjellë nga të gjitha që na nevojiten, fasulen, misrin, pataten, qepën, kungulleshkat, qiqra, piperka, domate, që nevojiten një familje, një koqire korçare. Të gjitha dhe i kemi në shtëpinë tonë. Çfarë vendosni si zajre? Po janë petkat, roshnicat, tërhanërat, janë këto piperkat, në përhuthull, janë domate turshi, lakrat, arme, kemi shumë gjëra, kam grurë, kam buxhak, elp, si vjetë na kanë ndihmuar me rreshjet e shiut. Gjithashtu kemi të mira prodhimet. Shumë që keni mbjellë dhe rush, çfarë varietetesh? Po nga këta varietetet e vendit janë rushi bardhë, rushi zi, kam edhe një rjesht me muskat. Koçibelli tregon se kthimi në ade nuk është kthim pas, por një zgjedhje me vlerë që sjell përmbushje dhe dobi për familjen dhe komunitetin. Nëpërmjet punës së tij, ai jo vetëm që mbështet fëmijët ekonomikisht, por ruan dhe lidhjen me tokën dhe traditat që brezat e rinj nuk duhet i harojnë.